Mëngjesi, goca, mirë mëngjesi, është akoma mëngjes, ora 10. Ato dy. Mirë se keni ardhur në një vlog mas tjetër këtu në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Tani na falni për gjendjen, për flokët, por jemi duke bërë punët, paka shumë po shikoj se çfarë do bëjmë për drek, e kështu me radhë, por si fillim dua t'ju them që prej ta pinjë këtë. E dini ju kolagjenin që pion me qumësht. Dua t'ju them që zonjën e kam në gjumë edhe kam bërë punët këtej, kam dhe vetëm dhomën e gjumit pastaj dhe tualetin, pak korridorin, por me qenë se Zoji ishte në gjumë shqyqyr, ka fjetur deri tani dhe inshallah fle akoma, dhe do sistemoj edhe kuzhinën këtu. Normalisht e fshiva e lava, kam vetëm një dyjen të vogla, por përpara dua që t'i bëj Zojit mëngjesin, sepse ajo zëre se e qohet tani, aq e ka një orë e pak. Dhe doa të tregoj të juve se çfarë do gatuajmë sot për mëngjes, për Zojushen. Atëherë, me qenë se unë kam spinaq që mora dje në market, do i bëj Zojit tërshër, do ja zjej me qumësht, normalisht, se unë Zojit ja zjej gjithmonë me qumështin tërshërën, rrallë marrim një lugë, 2 lugë, se, okej, një lugë e pak. Rrallë ja zjej me ujë, ja kam zjerë me qumësht, sepse bëhet më e shishme, dhe do t'i hedhim qumësht, unë përdor këta, për beba, që është nga 1 vjeç, Zoj tani pothuajse është 1 vjeç, kështu që nuk më besohet që kaluan muajt, iku viti. Nejse, mos bëhem kështu tani, melankolike. Edhe e vem në zjarr, por do t'i hedhim edhe, me qenë se kam ca ditë që nuk ja kam bërë Zojit, do i bëjmë na ky kungulli kuq, Hokkaido, kështu quhet. Dhe do t'i hedh gjithashtu edhe spinaq pak brenda, 2 gjethe kështu. Se nuk është se e ha shumë kështu spinaqim të veç, domethënë. Dhe për këtë arsye, okay, unë thash do ja fus këtu brenda. E kamufloj këtu që mos ta lë pa i dhënë dhe pak spinaq. Kjo do jetë mëngjesi i Zojit. Mbrëm t'ju tregoj pak, por e thash që fjeta herët, me thënë drejtën, vajti ora 11:30. Po 11:30 duket, a 11 nuk e di se mbaj mend mirë. Nuk po rria dot me, nuk po mundesha. E pash sa e pash bigun, por edhe se po kishte ndonjë gjë shumë interesante, me thënë drejtën, edhe prandaj. Ndoshta se mo nuk më okej, ka ca kohë që më zë gjumi, se normalisht lodhesh gjithë ditën, por nëse ka televizori diçka interesante, për shembull, që të më mbaj të zgjuar, rria e shikoja. Mbaruam dhe këtë. Siç po thoja, rria e shikoja. Por s'është se po kishte ndonjë gjë, edhe hyrjet shumë bazike, ku ta di unë. Edhe nuk e pash, domethënë deri aq e pash. Deri kur u fut, kush u fut? Nuk e mbaj mend tani, por nejse, pak rëndësi ka. Edhe nuk jam fut fare në rrjetet sociale që të shikoj kush është futur, kush nuk është futur. Thjesht më doli që kishin përmendur dhe atë pjesën e shpat kasapit, edhe shumë mirë bën, se mendova se do ta kishin harruar, se do ta kishin lënë pas dore fillim, por jo, është mirë, se normalisht një artist i madh ja vlen përmendet. Edhe që do hynte aty, gjithsesi, temë tjetër, mos prekim tema kështu tani. Edhe kështu njerëz, u zgjova në mëngjes. Zoj sot nuk është se është zgjuar shumë herët, me thënë drejtën, shqyr, ndodhi mrekulli jam duket, por e kam djerë nga ora 6:30 duket, ajo po loste vetë, edhe nuk po qante, edhe unë e lash. Dhe deri në orën 7, ja ku kemi spinaqin, 7 e mora, pastaj jo i bëra një dush. Këto të treja mjaftojnë se janë të mëdhaja. Jo i bëra një dush, edhe
Për herë të parë, Zoi ka filluar është skuqur pak poshtë, me thënë drejtën, edhe jam shumë e mërzitur për këtë gjë se kur nuk është skuqur Zoi kështu. Okej, ka pasur kështu të lehta, por që nuk është se është shumë keq, por te pjesa lart e ka i qik kështu pak më shumë se poshtë. Edhe sa jam mërzitur se keni iden për këtë gjë goca. Edhe më duket sikur e kam unë fajin, më ndjej veten fajtore. Nuk e di. Edhe po qaja dje, aq u mërzita. Aq jam mërzitur sa nuk e keni iden. E lyj me krem normalisht, edhe kam atë kremin e Veledës që është presin ta kthej kamerën. Kam atë kremin e Veledës që është goxha i mirë, më thënë super i rekomanduar nga doktorët, nga mamit. Inshallah, edhe në fakt ai nuk më ka lënë gocën që të skuqet, edhe kur ka pas skuqet leta, ja ka shëruar direkte, ditën tjetër nuk dukeshe fare. Por tani sikur ndoshta se është bërë pak më shumë se herët e tjera, edhe kjo gjë më mërzit jashtë mase shumë. Edhe sa të zgjohet nga gjumi, do shkoj do ta kontrolloj, ta shikoj nëse ka bërë ndonjë gjë, qoftë edhe qiqin, doja heq, sepse nuk dua që edhe sikur shumë pak ta ketë ashtu, sepse nuk dua që t'i bëhet më keq. Edhe ka mërzit që kjo çështja, kjo gjëja kështu. Nejse, inshallah e kalon më lehtë. Tani tjetër edhe pak qumësht, se më duket sikur ka nevojë se do zjej kjo. Okej. Pastaj për drek nuk e di se ç'a do gatuaj, po mendoja të bëj fare ca makarona sot. Unë e di që të dielën e kam ditën e fasuleve, por fasulet i bëra një ditë tjetër. Kështu që i bëra tani afër, nuk do bëjmë sot, do e lëm për javës tjetër. Që të vita më radha pastaj. Po mendoj sot që të bëj disa bëj makarona dhe do t'i bëj me spinaq, me qenë se kam spinaq. Do bëj ndonjë salcë spinaqi, ndonjë gjë kështu. Edhe kështu njerëz. Nëse s'do harroj, do e filmoj që ta shikoni dhe juve, nëse i bëj gjithmonë, ashtu siç e kam unë mendje me këtë salcën e spinaqit. Tani, do shifemi pastaj, unë po e mbyll për momentin, edhe do sistemoj në një gjë këtu, kam zënë edhe kosin, kisha edhe kos tjetër, por më kam marru salca e kosit, edhe mendova që të bëj një salcë kosi, me qenë se këtë javë që vjen, më vjen edhe motra për Krishtlindje, ju kam thënë. Edhe kështu, do filmoj atë ditë që do vi. Normalisht. Dhe kështu njerëz. Kaq. Okej, tani me qenë se Zoi është në gjumë, edhe ushqimi i saj është në zjarr, s'kam për të bërë ndonjë gjë këtu, me thënë drejtën, se ju tregova që i kam bërë punët këtu te dhomat, edhe në kuzhinë. Do shikoj për të postuar vlogun që kam për të hedhur, vlog masin e radhës, por doja të cekja diçka, se ndoshta kanë nga ato persona që komentojnë, ose që mendojnë, po dhe që komentojnë. Unë vërtet jam muslimane nga ana ime, burrin e kam ortodoks, në fakt edhe unë jam e përzier, me thënë drejtën, ja një gjë që nuk e dinit nga unë. Gjyshja ime nga ana e babit është greke, do me thënë, ka lindur në një fshat të Greqisë që e ke parasysh është në kufi fare, do me thënë e shikon Greqinë nga ana tjetër dhe në nënshtesi greke, a fliste greqisht do me thënë, nejse greke. Edhe gjyshin unë e kam musliman, i ardhur nga musliman, po, gjyshi ime ka ardhur, se tani mos e ngatroj, edhe me thënë kanë ardhur shumë shpejt, babi gjyshit i bie, stërgjyshi im, duket, nëse e di mirë historinë, ka ardhur nga Dibra, kam edhe gjak kështu, malsore, edhe musliman. Edhe tani bie që ne jemi kështu, të përzier, kur i thonë muhabetit. Nga ana babit. Mamin unë e kam muslimane, kosovare, kështu që unë s'e di si ta quaj veten, gjithsesi ne jemi që i festojmë këto festat, të paktën unë tani që jam martuar me Ilirin,
dhe Krishtlindjet i festoj, edhe vitin e ri e festoj, edhe prindrit e mi të familja jonë e festojmë vitin e ri. Krishtlindjet ndoshta edhe jo shumë, edhe pse ana babit është, ndoshta pak më pak, se e dini më njerëzit si kanë qenë më përpara që të dyja festat nuk kishin mundësi t'i festonin, e kuptoni? Edhe kështu njerëz. Për Krishtlindje, po do t'i festojmë edhe normalisht janë dhe Krishtlindjet e para të Zoit. Kemi dhe Krishtlindjet e para me zemrën tonë. Edhe kemi ftuar motrën për të na ardhur, do na vi atë ditë. Vetëm një ditë do rri, se normalisht kanë edhe punët ata, se ç'a t'i bëjmë? Kështu ka punë njerëzit. Edhe do vi me burrin e saj edhe ajo, edhe kështu do festojmë, domethënë atë ditë. Nuk e di, po s'di kur t'i bëj ato fotot e Zoit, sepse kam për t'i bërë shumë foto Zoit për vitin e ri. Ka shumë veshje që e kam bler dhe njerëzit, edhe doa që t'ja njerëzit. I ka bler halla vet, atë një veshje që ua kam treguar këtu, 2 veshje i kam bler vet. Motra nuk e di se dhe ajo tha do t'i sjell ca gjëra, edhe dua t'ja bëj në ditë të veçantë, në ditë të ndara, se në një ditë e di që ajo do mërzitet, mezi i bën edhe në një ditë me një veshje, jo me 3 ta veshësh ta xhveshësh. Edhe kam menduar që kur të vi motra me kismet, inshallah vjen shpejt në mëngjes, para dite, do i bëjmë atë ditën e 20, domethënë datën 24, t'i bëjmë një veshje, 25 një veshje tjetër, edhe ose 2 veshje sa i ngelin, edhe kështu, se ju thash nuk rri. Edhe neve, me që se do na vi motra, do ta bezdis pak, na bëj neve çift, domethënë të treve na një foto familjare, me veshjet që kemi, që kam marrë kështu. Janë veshje për gjumë, pijama, por që të kemi. Se kush do na e bëj pastaj? Okej. Kam lloj gjëra ashtu tripoda e budalliqe për t'i mbajtur, por nuk është njësoj. Duhet sistemoj vendin aty, nuk e di njerëz. Kam këtë që quhet këtë gardhin e Zoit këtu. Oj, barku, që pata. Më dha një si barku. Nuk e di. Nejse, kam këtë gardhin e Zoit këtu që futet brenda. Ndonjëherë mendoj që ta heq, pastaj them jo, nuk e heq. Se di, po ta heq, e di që do bëhen ato lodrat e Zoit. Në zez do shpërndahen. Por edhe për ta hequr nuk e heq, sepse aty Zoi po mëson, domethënë që të eci. Nga që ngrihet aty lart, edhe unë pothuajse të gjitha lodrat ja kam hequr, shumë pak lodra i kam lënë që mos pengohet. Plus aty e fus ndonjëherë kur mërzitet, për shembull mërzitet që vjen këtu rreth e përqark te dhomat, e fus aty, rri dhe aty pak. Edhe nuk e di, por që ta shoh. Qef kisha që ta hiqja fare, se më duket sikur më ka zënë komplet ata aty, në një ran them kur të filloj të eci Zoi tamam, atëherë ta heq. Gjithsesi, sa unë kur filloj flas nuk pushoj me, Okej, njerëz, tani po e mbyll, edhe të shohim, do shifemi pastaj, ju të thash që do ju tregoj nëse do bëj makaronat me salsën e spinaqit, tua tregoj edhe juve. Nëse nuk i bëjmë atë, nëse i bëj thjesht fare, s'kam se u tregoj se makarona janë. Goca, këtu jam duke skuqur spinaqin, si që tregova që parë, dhe do ta skuq derisa të iki ky uji që ky lëshon. Ndërkohë këtu kam futur ujin e makaronave, ndoshta është pak shpejt, po s'ka gjë, lër të zjejnë makaronat se nuk i gjen gjë. Do bëj makarona nga ato të gjatat. Unë i them makarona, siç i thonim atëherë mamat tona dhe vazhdojnë të thonë. Makarona, tani kanë dal. Ashtu quhen, por ne i themi makarona. Spaghetti. Dhe këta do ta lë, këtu do marr blenderin që ta bëj gati, edhe sa të ftohet kjo, domethënë, unë do ta fus te blenderi, për ta marr. Marrim këtë blenderin e vogël që kemi këtu, edhe të ftofet këtu, dhe sa të ftohet këtu ky spinaqi, do e fus këtu. Do ta lë me kapak hapur, normalisht është shumë i val dhe nuk do ta përpunoj që tani. Do bëj diçka tjetër në momentin që kjo, ose do ta lë këtu, se më duhet ajo. Po, do ta lë fare këtu. Okej, do ta lë te ky tigani, se më duhet tigani tjetër për të bërë
Do bëj pak bashamel, jo shumë, pak, sa për trashësi. Okej, lem edhe pak. Ndërkohë uji valoj. Po, do marrim makarona, spagetit, më falni. Ti bëjmë ato? Me këto, do t'i bëjmë me këto të gjatat, se këto të gjatat i ka shef edhe i liri. Nga këto makaronat. Makarona i them. Nga këto, do t'i zjejmë. Prisnin. Goca, makaronat të zjen i kam lënë aty, duhet me ja heq ujin, po më duhet t'i lë njëra aty. Këtu kam hedhur vaj ulliri edhe kam shtuar këto hurdhrat si që shikoni, që të lëshojnë atë aromën. Por nuk do t'i lë këtu, sepse këtu do bëj atë kremin e beshamelit. Këto do t'i heq edhe do t'i hedh këtu. Tek spinashi, kur t'i fus te blenderi, të grihen me gjithë spinashin. Do t'a lek të këtu veç të mëftojt mirë, që të skuqet të grihen me gjithë spinashin, se kam kamerën pak keq tu, që më shikoni. Dhe, okej, sa të lëshojnë të marrin pak ngjyrë këto, jo të digjen. Spinaqin është në rregull, madje ta kisha futur unë këtu. Te kjo gjëja, ta fus këtu, spinaqin. Dhe fus këtu te ky blenderi. Nuk e di si do dali, është hera ime e parë që unë i bëj makaronat shtu me këtë salsen. Unë nuk është se bëj shumë salsa makaronash vetë me thënë drejtën, dhe gabim e bëj. Tani që kam zojin, duhet të mësoj që t'i bëj vetë këto salsat, se janë më të shëndetshme normalisht. Okej. Tani, këto do t'i hedhim këtu. Prisni se më dojgjë. Goca, shikoni si ka dal. Kjo është salsa e makaronave. Nuk e di, duket e mirë. Besoj se e keni parë procesin si e bëra. Tani do hedhim makaronat të sipër. Dale ta provoj një kështu. Shumë e mirë pas ka dal. Shumë e mirë. Edhe krip nuk ka shumë. Nëse do duam krip, do i hedhim nga i djathi kashkavallë, edhe ai ka krip, kështu që për Zoin është super. Tani do hedhim makaronat sipër.
Erdhi babi Zohit edhe rrin me babin. Okej, dalen herë të trazoj një herë këto, se si kam prerë të më. Nuk i kam darë në gjysë makaronat të zemër. Pastaj edhe nëse jam bërë qik më tepër, s'ka gjë se i bëj me salcë tjetër. Nuk e keni idenë sa të mira që jam bërë, oj goca, ua super sugjeroj këtë recetën kështu. Ja ku e ke... Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Ne kemi dalë, sa po dolëm nga kafja, edhe tani do dalim një xhiro nga qendra. Do të thënë do ikim nga, shohim nga këto, nga qendra tregtare, por është shumë ftohtë njerëz, ka filluar ftohti, edhe të them, janë full. Lokalet janë full, dyqanet janë full, marketet janë full, çdo gjë është full. Mezi gjetëm vend që ulëm te kafja. Tani është ftohtë. Dalim një herë të shikojmë ndonjë gjë, se nesër na vjen tezja për Krishtlindjen, edhe të shohim ç'a na duhet ndonjë gjë. Goca, janë futur të dhoma e ndrimit, kemi dalë të qendra tregtare, edhe dale. Shikoni pak, kështu jam veshur. Jam vesh me të zeza se disa dallohet. Edhe këtu kam për të provuar 2-3 kodot, t'ju tregoj edhe juve. Kjo është trikoja që mendoj të blej dhe më bëka ta mendosh që është XS. Po që s'qen ka keq ky gjoksi. Ha? Ta marrë, duat që ta vesh natën e vitit të ri. Ta kem veshurat natë, do me thënë. Edhe që të bëjmë dhe një foto, se nuk është se kam shumë robe për vitin e ri, thjesht kam bler ato setet të gjumit, pa ato janë të holla, edhe kështu që ne si dihet ku jemi për vitin e ri. Edhe ta kem këtë veshur. Më pëlqen, edhe më shkoka. Më shkoka. Provoj nga të tjetra? Edhe për 13 euro janë super vlerë. Kjo është trikoja e dytë, se di tani. Në shkuar më shkon në duket. Por e kam të shkurtër, edhe se dia do jem do të në gjendje ta ushqej Zoin, do me thënë në gjendje jam, po hap ka. A majmë dhe një të shkurtër se ngellëm të vesh gjithmonë sportet kështu. Kjo ishte 15 euro. Të shoh. Por edhe keq nuk tregoka, do me thënë. Më shkon. Nuk është vetëm jeshile, është edhe me të bardha, prandaj, kështu që mendoj ta marr. Goca, t'ju tregoj pak edhe outfitin, se tani shikoni më mirë, që parë se pa të mirë aty në karroca. Jam veshur me zeza, këtë lartë, dhe kam thyer me këto, do me thënë. Këto është ai golfi që ka marrë në TikTok Shop, i ka marrë goxha ngjyra, 8 copa, 7 copë, nuk e di sa kam. Tani do iki sepse Zoj s'po rri, të shikojmë do shkojmë do paguajmë këto. Goca, jemi në shtëpi. Në fakt, kam pak që kam ardhur, kam vënë Zoj në gjumë. Tani sa e zur gjumi. Edhe do bëj pa diçka, sepse po mbaroj për të ngrënë. Ku ti thon po mbaroj. Do bëj një 2 vestë skuqura me pak djath, edhe do bëj gjellën pastaj. Do gëtoj në gjellë, qof. Besoj se do bëj gjellë me bizele sot, se kam kohë pa bërë. Duket se kam, shpresoj të kem. Do bëj gjellë me bizele, me pak patate në sifus, ose do t'i ha vetëm bizele ashtu, i liri ashtu i pëlqen, do vetëm bizele. I ka qef t'i haj ashtu, me mish normale. Tani, të skuq këto vezët edhe të ha se mbarova, o zot sikur nuk e di. Goca, hëngra buk, vura gjellën në zjarë, si që thash, kam bërë gjellë me bizele, me karot, pas kam pak dhimbje kokë. Edhe me mish, kaq, nuk e hodha gjë tjetër, qepa normalisht.
Nuk jo dha patate, sepse si që të regova, Iliri e ka shef gjellën me bizele, haj vetëm bizelet. Nuk doj që ta ngatroj shien me patate. Në falni për pamjen, po e kam liru pak flokun se po pas kam pak sedim për kokë, jam lodhur sot. Gjithsesi, si që të regova, sot ishim edhe nga Tike Maxi, edhe nga HM-ja dhe normalisht nuk mund të dilja bosh. Por duhet Romilda të dalësh bosh. Okej, se jo se po blej çdo ditë. Tani, kam bler për vete këtë trikon që e gjeta këtë pulloverën që është e Zarës dhe është pak ndryshe. Ju të regova dhe atje, por doja të regova edhe këtu me detaje. Është pak ndryshe nga ato të tjera që unë kam. Unë i kam shumë sportive. Edhe thash, ok, Romilda, po marr pak ta ndryshoj. Ndoshta ngjyrat nuk janë më të bukurat, jeshile për shembull, por me këtë të bardhën bëhet e bukur, nuk është vetëm jeshile. Prandaj e mora, sepse edhe Iliri në fakt ka qef, e ka shumë qef kur unë vishem me trup, me robe që jo nuk më rrin shumë të gjëra. Tani nuk e kemi trupin ashtu që ti majmë shumë ngushta, por pak të ndisi mos të tregojnë shumë, mos i vish shumë të gjëra, më thot gjithmonë. Nejse, tem tjetër kjo. Tjetëra është kjo trikoja që vë tregova. Tregova unë këto s'po di që kanë filmu. Me vë tregova. Këta që thash do t'a vesh për natën e vitit ri me kismet. Dua që ta kem atë natë e veshur. Edhe këte i poshtë nga këmbët nuk marrët, mjafton kjo, s'ka gjët, shofi me qa do t'a kombinoj. Është e trash edhe goxha materiali mirë, sinqerisht, është goxha materiali mirë. Edhe për çmimin që ka, ja super vlente. I mora edhe mamit këtë trikon e hapur, kjo është e hollë në fakt, por s'ka problem, e vesh më vonë. Mami imi ka shumë qef këto trikot kështu që janë me pulla, i ka shumë qef. Me pulla ose pa pulla. Pse ka këtë kështu kjo? Bë, duket pas në i ripa, në i gjë këtu, se di s'u e kuptoj. Më falni. Edhe është kështu me këtë pullat ngjyrë gold, për tani ndoshta nuk është, por për më vonë mund ta veshi. Këta, mora mamit. Dhe, si që thash, ktheva dhe nga EM-ja, sepse EM-ja këto ditë këtu të kun, nuk e di, a është për gjithë Gjermanin, por ka shumë ullje. Ka shumë ullje. Unë duket se kam vajt pak me vonesë edhe Zojt nuk është se i gjeta shumë gjëra, i mora këtë, që kjo nuk është për tani, këto janë për më vonë, kur tjetë, do me thënë, i bie 1 vjeçë e gjysëm, këta, por për aq lek, ta shajt pa e marë, 3 euro ishte kjo, nga 5 euro. Dhe kjo nga 5 euro, 2 euro e gjysëm, mora dhe këta. Hajtë mos dilja pa gjefare, ti merja një gjë zemrës time. Edhe këto janë ato që morëm sot, goca. Asi gjë tjetër. Tani, unë sot nuk dalë do të me në market, në fakt doja të dilja në market, por Iliri do iki të marri se kam porositur në internet, e kam gjetur në Kleinanzeigen. Kam gjetur shumë të mirë me thënë. Kleinanzeigen është një aplikacion ku shesin njerëzit gjërat e veta, për shembull gjërat e përdorura, të reja, çdo lloj gjëje. Edhe unë e gjeta aty një kështu, një ulëse, si i thuhet, jo se Gjolino, si mund të quhet kjo, tjetra që është mbas moshës, domethënë kur mbush 1 vjeçë ose nuk e di. Unë në fakt kam bërë një gabim që kam përdorur Zoj deri tani se Gjolinon. Ajo në fakt duhet t'i shëndru pak më përpara, por nuk e di pse se kam ndru. Edhe e gjeta atje, kam gjetur shumë të mirë. Me sa duket në foto, nuk e di tani, por edhe është nga këto që rrotullohet 360 gradë, që bëhet edhe për të fjetur, nëse do fëmija të fleri, ishte shumë e mirë. Edhe do shkoj, do ta shikoj Iliri, ta marri. Normalisht do ta marr, do ta laj edhe pastroj përpara se t'ja përdor Zojt. Edhe dua që t'ja ndrojmë sa më shpejt jetë mundur. Se shoh që mezi po rritet se Gjolino dhe normale se ajo është për më të vegjël.
do shkoj të ta tërheqej dhe nuk e di nëse do dalim dot sot në market me unë s'jam kam mirë fare, dash kam gjumë një herë. Jam kështu si e këputur, si e lodhur, nuk e di. Nejse. Nesër, edhe nesër më duket janë të hapura këtu. Nesër është data 24. Më duket se janë të hapura gjysmë dite, në mos gaboj, deri në orën 2 apo 3 diçka e tillë janë të hapura marketet. Jo se na duhet në gjë urgjente, se i kam ushqime, nuk është se nuk kam. Edhe kështu, se pas nesër më duket janë mbyllur. Tanin, nesër është e mërkur, tente të premte më duket janë mbyllur, nuk jam shumë e sigurt. Shtunën e di që janë të hapura. Edhe duhet me shku me ble në i gjë kështu për shembull, nuk e di në i salat, nuk kam aty vërare, buk që ta kem, edhe pse kush e konsumon bukën, por që si dihet, miqt mund ta konsumojnë. Edhe kështu njerëz, peshk vajtë me blem dje, se unë dje nuk kam filmuar me thënë drejten, se nuk kisha në një gjë interesante, dje shkuam thjesht të pim një kafe me Ilirin në mëngjes, pastaj nga kafja ku shkuam sërish në market se s'kisha qumësh edhe buk. Morëm edhe peshk, shkuam blem edhe peshk sepse do bëjmë peshk për Krishtlindje datën 24 për drek. Edhe e dini sa njerëz që ka njerëz, ishte atje te peshku plot. Vetëm dilnin njerëz sa kishin futur brenda. U vonua gjysore gati Iliri tu prit, imagjinoni atje që atje mbaron punë shpejt. Po kishte shumë njerëz dhe përgjithsisht ka shumë njerëz kudo tani ditët e festave nëpër markete, i thash nëpër dyqane, kudo është full. Këta një ditë mbyllet marketi edhe mbushen full, jo me imagjinoje 3-2 ditë apo ku e di unë, sa mund 3. Edhe kështu, ua, shikoni juve që unë s'kam përthonjë, të duhet i kisha bërë për nesër. Duhet i kisha bërë për nesër me qenë se kemi Krishtlindjet. Nuk e di nëse do t'i bëj apo jo, do shikoj. Ose i bëj nesër të shoh. Apo t'i bëj sonte. Unë sonte thash të hedh të videon. Do t'a shikoj njërë videon. Sa minuta është bërë që kam filmuar, se kam iden mirë shumë. Se kam një ditë po filmuar edhe do t'a shoh nëse janë shumë minuta. Do t'i bëj edhe thonjt. Por nuk do t'a hedh këtu, t'a hedh e vlogu tjetër. Nëse nuk janë shumë minuta, do pres do t'i bashkoj këtu. Edhe kështu njerëz, tani unë po e mbyll këtu këtë vlogu, se nuk është se kam ndonjë gjë interesante për t'ju treguar. Kam jo, s'kam. Do shtrihem dhe unë qik me qenë se Zoi është në gjumë, po mendoj të rri dhe unë pak shtrirë. Ashtu them më gjithmonë, pas një herë nuk fle. Nuk e di, kam edhe gjellën zjarë në njërë që them do shtrihem. O, zoti madh, neve asnjëherë nuk pushojmë në asnjëherë fiks për zotin tani, e kuptoj dhe mamin, i kuptoj mamat më shumë tani që jemi bërë vetë, se sa do me thënë, këtë unë s'ke ko lodhesh e gjitha gjërat. Nejse, ika. Mos harroni më bëni subscribe, like dhe share, e shpërndani sa më shumë. Ftoni njerëzit e juaj që të më bëjnë subscribe, ose i skrivitis që të italisht, aboniren, ose abonohu, ose nuk e di që gjuhë e keni ju aty, më bëni goca, se ndimoni shumë kanalin tim. Tani, unë ju përshëndes, ju uroj të kaloni festat të bukura, Krishtlindje të bukura, se do shifemi sërisht, por nesër, nuk e di, besoj se do filmoj, por nuk do ta hedh direkte, kështu që do e hedh ditën tjetër, se normalisht do më vi njerëz edhe do merrem, nuk do rrit. Pak të filmoj, sa të filmojnë, se të fillosh të editosh e kështu, i bie 3 orë në telefon, por që s'ke shanse. Edhe është normale, se du të rriqjoj momentet me njerëzit. Ka shisha, i ka tani, ju përshëndes, kaloni sa më bukur dhe gëzuar Krishtlindjet, kush i feston Krishtlindjet. Bye!